Të hënën e javës që vjen fillon selektimi I nxënësve semi-maturant për regjistrim në shkollën e mesme shtetërore, Akademia Sportive pranë Gjimnazit të Gostivarit. Ky drejtim me sukses të madh funksionon që nga viti shkollor 2015-2016, ndërsa nxënësit që kanë dalë nga aty sot janë pjesë e elitës së futbollit vendor. Nëse doni të mësoni, stërviteni dhe jetoni me futboll çdo ditë. Atëherë ky është vendi I dur, thekson Mensur Jakupi, trajner kryesor pranë Akademisë së Sportit, drejtimi I futbollit dhe shton se ky drejtim ka për qëllim të sistematizojë futbollistët që kanë talent. Jakupi njofton se selektimi do të bëhet te stadiumi I qytetit me bar artificial të hënën, duke filluar nga ora 11. Jemi në prag të mbarimit të vitit shkollor, do thonë viti kalendarik 2024-2025, dhe me thonë gjenerata e 8 maturantët mbarojnë me sukses shkollimin 4 vjeçar pranë shkollës së mesme Akademia Sportive Paralelja Futboll këtu në Gostivar dhe po ashtu ne bëjmë para përgatitje për gjeneratën e 9 nxënësit e vitit parë që do të regjistrohen për vitin akademik për vitin shkollor 2025-2026 me 19 maj mbahet selektimi këtu në këtë fushë në Gostivar në ora 11. Kjo akademi hap dyert për të gjithë nxënësit që kryejnë shkollimin 9 vjeçar, posaçërisht nga qytetet ku do të thonë mungon paralelja në gjuhën shqipe. Në shkollën tonë gravitojnë nxënës nga rrethi I Prilepit, nga Dibra, nga Kërçova, Kumanova, Velesi, do të thonë të gjithë nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe dhe kanë dëshirë të regjistrohen në shkollën e mesme Akademia Sportive Paralelja Futboll, mund të drejtohen në shkollën tonë ose respektivisht me datën 19 maj në orën 11, të gjithë ata nxënës të cilët do të selektohen nga komisioni profesionist nga ana e futbollit, nga ana e Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Siç e dini më ky projekt financohet dhe përkrahet nga Ministria e Arsimit, Federata e Futbollit dhe Agencioni për Rini dhe Sport, tashmë veç Ministria e Sportit. Jakupi sqaron se nxënësit me mesatare të lartë mund të përfitojnë edhe bursa mujore, ndërkohë ata nxënës që vijnë nga qytete të tjera kanë të siguruar vendosjen te internati I nxënësve në Gostivar. Përveç se këta nxënës vijojnë shkollimin 4 vjeçar, po ashtu këta edhe marrin edhe stipendione nga 3500 denar në muaj, të gjithë ata nxënës që do të arrijnë notën mesatare 4 fitojnë të drejtën për bursë, kështu që ju mundson të gjithë ative futbollistëve që argjimet e veta për veshmbathje sportive, për ushqim sportiv ti paguajnë, po ashtu për nxënësit që vinë jashtë qytetit Gostivarit, ekziston edhe konvikti në Gostivar, konvikti I cili I plotson të gjithë kushtet që një nxënës të ketë komoditet, po ashtu edhe procesi arsimor është në nivel të lartë. Pra, sugjerojmë të gjithë ative futbollistëve të rinj që kanë talent dhe dëshirojnë që edhe profesionalisht të merren me futboll, po ashtu edhe të kenë shkollim të cilësor, të bëhen pjesë e Akademisë Sportive Paralelja Futboll këtu në Gostivar. Nxënësit që mbarojnë këtë akademi kanë të drejtë të studiojnë çfarë të duan. Të gjithë ata nxënës që kryejnë shkollimin 4 vjeçar kanë drejt të ndjekin studimet në të gjithë universitetet, në të gjithë drejtimet. Kemi ne raste këtu ku nxënës të cilët kanë mbaruar shkollën e mesme të Akademisë Sportive, kanë kryer drejtime të ndryshme si ekonomi, juridik, fakultetin e kulturës fizike, kemi po ashtu edhe nxënës që studion edhe mjekësinë, kështu që çdo universitet, çdo drejtim ata mund të ndjekin. Nderim Mehmeti, profesor pranë kësaj akademie, thekson se 4 vite arsim të mesëm zhvillohen paralelisht me pjesën teorike dhe praktike me trajnim profesional futbolli nga trajner të licencuar. Akademia Sportive është zgjedhje ideale për të rinjt të cilët duan të ndjekin ëndrrën e tyre sportive. Misioni I Akademisë Sportive është të formojmë individ të kompletuar, të aftë në fushën akademike dhe sportive, duke nxitur vlerat si disiplinë, punë në grup dhe për kushtim.
Vizioni inë është të jemi një ndër institucionet më të mira në vend për zhvillimin e talenteve sportiv dhe akademik. Flutura Saiti, profesoreshe gjuhës shqipe, thekson me bindje se nxënësit pranë kësaj paraleleje që nga themelimi e këndej gjithmonë kanë pasur entuziazëm dhe kanë arritje profesionale. Qyteti i Gostivarit në historinë e vet gjithmonë ka pasur personazh sportiv të cilët i kanë dhënë vlerat qytetit dhe jo vetëm. Nga viti 2015-2016 dhe këndej kemi edhe hapjet e paraleleve sportive të futbollit në kuadër të Akademisë së Sporteve, ku mësimi realizohet në hapësirat e gjimnazit. Bind që me them se nxënësit e kemi pas gjithmonë entuziast dhe kanë arritje profesionale. Lënda ime është gjuhë shqipe dhe letërsi dhe është lëndë obligative. Maja Petrovska, profesoreshe gjuhës maqedonase pranë Akademisë së Sportit, deklaron se janë një sër përfitimesh për nxënësit që do të zgjedhin të bëhen pjesë e kësaj paraleleje. Učilištetu im obezbeduva redovna nastava kako i seko drugo učilište. Shkolla u mundson arsim të rregullt si çdo shkollë tjetër, pastaj qëndrim pa pagesë në konviktet shkollore, termine për objektet sportive për të realizuar trajnimet e tyre, duke përfshirë edhe ushqimin falas dhe ndërkohë ndahen bursa për nxënësit me notë mesatare 4. Në këtë drejtim sigurohet edhe pajisje sportive, gjësi zhveshje sportive, topa dhe rekuizita. Personat kompetent që janë të punësuar nga Akademia e Sportit janë garantet e punonjësve të afirmuar sportiv. Nxënësit e kësaj akademie njëkohësisht janë edhe pjesë e skuadrave të njohura futbollistike vendore. Ata pos nga Gostivari dhe rrethina vinin edhe nga qytete të tjera. Bajram Kosovrasti, Florent Osmani, Albina Miti, Rahim Hajdari, Bulzim Aliu dhe Mexhejt Kasami theksojnë se janë jashtëmase të kënaqur me kushtet dhe zgjedhjen që të jenë pjesë e kësaj shkolle, e cila u ka hapur dyert disa prej tyre të bëhen edhe pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë te grup moshat e reja. Unë jam Bajram Kosovrasti, vi nga qyteti i Dibrës, jam futballer në klubin futbollistik Gostivari dhe po ashtu nxënës i vitit të parë në Akademinë Sportive. Jam shumë i mirëpritur këtu, më pritën shumë mirë, kemi punuar fort. Dhe tash besoj sezonën tjetër që të ngjitemi në Super League dhe të tregojmë rezultatet tona. Unë jam Florent Osmani, jam viti 2, jam prej Gostivari. Akademia një shkollë shumë mirë, më shumë për sportista që luajnë futboll, kanë më shumë kushte për të ushtruar dhe për mësim. Më kam arritur shumë luaj edhe për Maqedoninë dhe për Shkëndijën, ekipën e parë. Është shumë mirë të ushtoj shto. I ke këtë kushtet për futbol që duhet. Jam Albina Meti, vi prej Kumanove. Jam i kënaqur me kushtet. Luaj te klubi futbollistik i Gostivarit. Jam nxënës i vitit të 3 të Akademisë Sportive Gostivar. Nëse duan të bëhen lojtar profesionist, duhet të vinë këtu për kushtet që janë në Gostivar dhe kjo. Unë jam Rahim Hajdari. Jam nxënës i vitit parë në Akademisë Sportive Gostivar. Jam shumë i kënaqur prej mësuesve, prej trenerëve, kemi edhe trener për qerash. Unë jam shumë i kënaqur prej kësaj akademie, i lutë gjithë të cilët e duan futballin të vinë këtu në shkollë. Jam Bulzim Aliu, vi nga Kërçova, jam maturant në shkollën mesme të akademisë. Planifikoj të vazhdoj fakultet në Universitetin e Tetovës, edukat fizike dhe ndoshta të luaj në një ekip të ligës së parë. Unë jam Mexhejt Kasami, jam pjesë e Akademisë të futbollit shkollë, jam viti 2. Po ashtu luaj edhe futboll për klubin e Shkëndijës. Kushtet unë mendoj janë shumë mirë këtu, edhe prej treningeve edhe prej shkollës, mendoj janë shumë mirë. Pas selektimit, nxënësit i nënshtrojnë edhe një testimi, ndërsa në këtë paralele në Gostivar mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën shqipe. Ndryshe, nxënësit e kësaj paralele pjesën teorike ndjekin në shkollë, kurse praktikën në sallën e sportit ose në terrenet sportive në të hapur, konkretisht e stadiumi Ndimës i qytetit të Gostivarit. Kjo paralele ka filluar dhe vazhdon të jetë projekt mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Sportit, Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe UEFA-s.